Përshëndetje miq të Business Magazine, jemi në eventin Matchmaker të organizuar nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve. Një event me mbi 500 investitorë të huaj, 200 shqiptarë dhe shumë kompani të tjera shqiptare dhe të huaja gjithashtu. Unë jam këtu me Danielën, e cila është përfaqësuese e kompanisë Zepa, me produktit të cilit më i riu unë e kam në duart e mia. Daniela, përshëndetje, është kënaqësi e veçantë që të kem në këtë intervistë. Të lutem më thuaj, çfarë përfaqëson Zepa në këtë panajër, në këtë event? Përshëndetje, është një kënaqësi edhe për ne pjesëmarrja në këtë event ma. Zepa Natural është një brand i produkteve të Bulmetit dhe nën produkteve të tij, i startuar në vitin 2017 për të sjellë pranë konsumatorëve shqiptar produkte Bulmetit të cilësie të lartë, me qumësh të grumbulluar çdo ditë në fermat shqiptare të kontrolluara. Pjesëmarrja jonë në këtë event është një mundësi e shkëlqyer për të prezantuar kompaninë, por edhe produktet tona në këtë event të madh, për të patur mundësi bashkëpunimi të ndryshme me operatorë të ndryshëm në rajon, por pse jo edhe më gjerë. Gjithashtu dhe për të përfaqësuar të gjithë kompaninë tonë dhe brandin që ne përfaqësojmë me cilësi më të lartë. Daniela, cila ka qenë qasja juaj në këtë event dhe pse mendoni që pra ju bëni diferencë nga të tjerët në kategorinë ku ju operoni? Produktet tona 100% natyrale dhe mos lejimi asnjë gjë që lidhet me cilësinë e produkteve që ne prodhojmë janë baza jonë më e rëndësishme dhe diferenca që bëhet në tregun shqiptar. Ne jemi krenar për 100% produkte shqiptare dhe për vjueshmërinë tonë që nga grumbullimi i qumshtit deri në prodhimin përfundimtar të tij. Pjesëmarrja në këtë event sigurisht që na e shton edhe një herë rëndësinë më shumë, duke na bërë që të arrijmë të kemi kontakte dhe pse jo partner akoma dhe më të rëndësishëm në rajon, por edhe më gjerë. Pse mendoni se eventet të këtij kategorie, të kësaj kategorie janë të rëndësishme për të marrë pjesë? Dhe a mendoni se duhet bërë në një formë më periodike dhe jo thjesht një herë në vit? Pra, flasim për kategorinë e eventit më të madh të biznesit në Tiranë. Patjetër që prezenca jo vetëm e jona, por edhe të gjithë bizneseve të tjera në evente të tilla është një risi. Sigurisht është një mundësi e shkëlqyer për të prezantuar dhe për të bashkëpunuar me bizneset të llojeve të ndryshëm në rajon, ashtu siç thash, dhe më gjerë, apo dhe me partner nga gjithë bota, pse jo. Kështu që mendoj se prezenca edhe realizimi të këtyre eventeve është një mundësi e shkëlqyer për ne. Daniela, unë të falenderoj shumë dhe uroj shumë që t'ju shoh lart e më lart në kompaninë tuaj. Faleminderit, suksesja edhe ju.